Zbardhen detajet të reja nga aksidenti i rënd rrugor i ndodhur në aksin Vlorë-Kot. Burime policore bëjnë me dije se viktimat janë identifikuar si Adi Alushaj, rreth 30 vjeç, dhe Sad Brahimaj, rreth 40 vjeç, të cilët humbën jetën në vendngjarje si pasojë e përplasjes së fortë mes dy automjeteve. Nga aksidenti ka mbetur i plagosur rënd edhe një pasagjer, Andrea Begaj, rreth 40 vjeç, i cili ndodhej në automjetin e drejtuar nga Brahimaj dhe aktualisht po merr trajtim mjekësor. Ndërkohë policia e Vlorës ka konfirmuar ngjarjen përmes një komunikate zyrtare, ku bëhet me dije se dy drejtuesit e mjeteve kanë ndërruar jetë në vend, ndërsa një pasagjer ndodhet në gjendje të rëndë. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkaqeve të këtij aksidenti tragjik. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.